Gjithë këto vjetë ke jetue, si të dok kjo dynjon tash po dalish? Nuhit a.s. Po thëtë vallahi o melek i vdekjes, e i melace që po ma merë shpirtin, gjato vjetë jetë këtu në dynja, po më duket kjo dynja me dy dyrë këna konë. Hina në derë, po dalë kësaj dere. 1000 vjetë, ha? Në sa vjetë po bajnë, ka thonë pejgamberi unë a.s. Ymri i ymmetit tem, mesatarja është mes 60 dhe 70, mesatarja. Dikush ma shumë jetëvën, dikush ma pak për shifni vetë, shërë situata. Prandaj jemi në këtë jetë në vendin e investimeve. Këshyre sa ke bon ti? Shka ke bon ti? Ti edhe Allahu Gjelle Gjelalu, kërkush tjetër. Mes teje dhe Allahu Gjelle Gjelalu, raporti ytë me Allahun Gjelle Gjelalu, se kërkush nuk ka drejt me të marrë dosjen tënde. Këtu në dunjo bohën do dalavere me trafina, në kënija marin një qetër të dosjet. Të Allahu Gjelle Gjelalu, jo, as pak veç ti edhe Allahu Gjelle Gjelalu. E Allahu Gjelle Shanu për dosjen tënde të mirë, për thët, fa emma men utije kitabehu bi jeminihi, fe jekulu ha mukra'u kitabije. Kujti i për dosja në krahun e djathë dhe del i knaqur për amasës, ordnoni lexoni librin tem. Edhe në Kur'an po thot subhanallah, kër e kemi pyet hoxhën tonë në Arabie në të zeman, pse që shtu po thot Kur'ani ka një fjalë arab që iqra'u kitabiyya, këtë që do ajete jenë që shtu, pse bre që shtu për pytim, a rendin e ka librin tim, punën time. Kitabi rendin e ka gjuha arabe. Po thët Allahu Gjelle Gjelalu përja përshkruan gëzimin e robit, kur gëzohet robi zdi që shme bo kitabi e lexon e librin tem. Ku do të na vjen neve libri ditën e kiametit të vlazën? Në djathën shmajtë. Inshallah në djathë tja Rabbel Alamin.